Po. Po, e patëm ndeshjen e parë profesioniste, edhe me dojt pa hiri, me thonë, në zgjedhjet menaxherit, më dojt me shko, me Serbin Janic, edhe në rundin e dytë, mujta me ri knockout. Okej. Ishe nervoz, ishe i tensionuar, apo ishe shumë, le të themi kështu, i përqendruar për ta përfunduar meqin me herët? Jo, nuk ishte nervoz ajo, po ishte ekstra motivim. Okej. Se, adin normal që ki emocion ekstra kur rresh kundrejt Serbit. Okej. Në këtë situatë. Emocione për shkak se ndoshta në të kaluarën keni pësuar si familje prej palës sërbe, apo vetëm për shkak të historisë që kemi me ta? Jo, për shkak të historisë, edhe prej familjes kena do raste, po edhe për shkak të historisë. Mirë, me sa bisedova edhe me menaxherin që si vllaun tënd, dikun ai më tha që janë afër 70 meqe amatore të cilat i ke zhvilluar, ky është meq profesional. Në cilin vit e ka nis Arigoni boksin? Ja kom nis në vitin, tash përbjen, në 2018-19. 2018-19. Pse Arigon? Pse boksin? Po, edhe vllavi jam u ku në boks, edhe e shisha ato, soja kishte nis të i bu ndeshja amatore atëherë vllavë, edhe me motivoj edhe mua për me hi në boks. Definitivisht, e di që atmosfera ka qenë goxha e mirë edhe brenda sallës, atë mbrëmje, a ishte një arsye shtesë për të motivuar ty? Po normal. I patëm rreth një 300-400 shqiptarë vetëm që nërë për më mëshirë mu, edhe është ekstra motivim ajo. Sa muaj, sa javë pate përgatitje për këtë ballafaqim ndaj Serbit Janic në Belgjik? Po, një 2 muaj gjys, 3 muaj, ofër 3 muajve. 2 muaj gjys, 3 muaj. 3 muaj përgatitje intensive. Po më interesoni me ditë kemi një video regjia në materialin 4 nëse nuk ga bëj. Video në cilin e kam huazu prej Nasim Haradinaj. Gjatë, le të themi kështu, ballafaqimit, ose gjatë matjes, ose gjatë ndoshta edhe njohjes mes dy boksierëve, pse nuk ja ke dhënë dorën Janicit, ani pse ai e dorëzoi kështu pak a shumë dorën për një duar shtrëngim? Po, se zi, që më thonë, emocionet edhe që ke adin shkoje, s'më dok nevoja mja dhonë ati dorën. Se që nga kam bo ata neve, s'pat nevoj mja dhonë dorën. Edhe sepse kjo nashta s'ka bo sen, populli ti ka bo edhe për atë arsye. Ke pas mundësi të debatosh, të diskutosh me të, apo fare nuk je mirë me të? Vetëm në ring je mirë me të? Ja, vetëm në ring je mirë me të. Unë asë nuk më folë para ndeshës me to, asë mas ndeshës, sen heq vetëm në ring. Mirë, 21 vjeqar ndeshja e parë profesionale. Ku do të shohim Arigonin në të ardhmen e afërt? Në të ardhmen e afërt, duhet mi bo edhe do meq experience, të më thonë edhe një 2-3, e ta na i du mon rej për titullin e Belgjikës të profat. Se të amaterët e kom fitu titullin e Belgjikës 2 herë, e tash edhe të profat. Edhe po e nxjerrim një sekret, po më duket që një herë ke nisë edhe pak sportin e futbollit, apo jo? Po, e vërtet. Kom njojt futbol një 5 vjet. Okej. 5 vjet. Edhe mes futbollit edhe boksit, po më duket boksi pak më i përshtatshëm për ty. Po, më kesh ma shumë hije boksi, po. Je bë viral gjithande, je bë viral edhe në vendin tonë, në Kosovë, në Shqipëri, në gjitha trevat shqiptare, thashëm herët, por edhe në botën e boksit. Apo vrej një farë presioni, një farë stresi që të është shtu pas asoj ndeshje? Ja, në thonë drejten që jëmë bukur shumë viral në përbot boksit këtë botës, a mu dhe ata njerës nuk i njof, nuk më bojnë në presion ekstra. Po shumë mirë bëllëm me ditë që je njoftur në botën e boksit, se të një morë edhe ajo nëfësia. A mu presion nuk më bojnë një. Me që je dhe boksier, po kam qef me ditë prej teje, po flitet që së shpeti du ta kemi një meq mes një shqiptari kundër Anthony Joshuas. A je në djeni?
Po me Christian Pringa. Po, edhe çka po ta merr mendja? Po, ka më kohën shumë meq e vështirë për shqiptarin, se Tom Bota njeh Anthony Joshua, e din që është i fortë, po shpresoj që inshallah mund të fitoj Pringa kundra Joshuas, edhe sepse Joshua është momentalisht në një farë të poshtë, se ka hup kundra Usykit, ka hup kundra Daniel Dubois, dhe më thonë është një humbje të vishë të poshtë, dhe inshallah me që ato mundet edhe Pringa me fitu për ti. Mirë, hajde për neve në studio me na të regu kë nokauti për kënd ishte. Kujtja ke dediku këtë fitore dhe këtë nokauti cili të gjitha mediat edhe unë e përdora që e ka vu në gjumë Serbin Janjic. Kjo ishte për tonë ata që kënë prezent, mas pare aty, edhe për gjithë shqiptarën e për krejt botë, se jo me bindën që çdo shqiptar që e ka po atë video u kënaq. Padyshim. Mirë, po më duket do të jesh në Kosovë gjatë këtyre ditëve, apo jo? Po, që t'javë jam në Kosovë. Okej, tash je në Kosovë dhe besoj që tash edhe kime shiju atë se çfarë ke punu gjatë vikendit të kaluar, por edhe ke punu një kohë të gjatë, padyshim, për me arrit këtu ku je. Unë të falenderoj shumë Arigon që gjete kohën edhe mundësinë me i thonë 2-3 fjalë për një fitore cila ndoshta për ty nuk do të thoshte shumë, ani pse kundër një serbi, por për ne këtu në Kosovë që e përcjellim secilin sportist shqiptar në arenën ndërkombëtare, padyshim që është një kënaqësi ekstra dhe një privilegj të të kemi në studio edhe përmes thirrjes telefonike. Faleminderit shumë nga juve për ftesën. Gjithë shqiptarëve, ka ju, faleminderit për krejt këto sa që në ka ndodhur në qitashte. Po besoj që boks nuk i për shqiptarë. Fal? Boks po thom nuk i për shqiptarë, vetëm për kundërshtar tjerë. Po, normal. Mirë, Arigo, faleminderit shumë edhe kalo mirë, besoj që do të shihemi kur do që t'jesh në Republikën e Kosovës. Tung. Tung, faleminderit shumë. Mirë, faleminderit, ishim me Arigon Avdi, meta e boksierin i cili u bë goxha viral, gjithandej sidomos në botën e boksit, i cili në raundin e dytë ka arritur që si ndeshjen e parë profesionale, si një 21 vjeçar me një KO, gjithsesi me një knockout, ta dërgon në shtëpi Janjicin në Belgjik, Serbin Momcilo Janjic me knockout pra në raundin e dytë. Dhe çfarë knockouti se? Besoj që pedini për kënë dhe për çfarë po bëhet fjalë, ishte një pamje spektakolare dhe me të vërtet ata pasionantë të boksit janë shpendur me një farforme, por edhe shumë persona që ishin brenda aty, 300-400 persona shqiptarë që kishin udhëtuar edhe nga Kosova për të përcjell vetë Arigonin në një fitore spektakolare. Këto janë pamjet për cilat jam duke biseduar, është një kompilacion nga vetë, kjo është goditja e cila edhe mbrojtjen e dhëmbëve ja dërgon diku ndoshta në gjysmë të ringut, janë pamjet që me të vërtet krahas suksesit goxha të madh, padyshim është edhe një, le të themi, një boost i ri për të vazhduar tutje një djalosh nga Belgjika, i cili përpos 70 meqeve amatore i ka edhe tashmë ka nisur në një mënyrë shumë pozitive dhe rezultat jashtëzakonisht pozitiv edhe meqin profesional.